Bismillahirrahmanirrahim. Krenaria juaj. Laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum afala taqilun. Allahu thot, ne e shpallëm Kur'anin, librin pra. Aty gjendet krenaria juve. Afala taqilun, a nuk kuptoni? Besimtar dhe besimtare. Allahu drejtohet kështu nëpërmjet Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum. Ne zbritëm e shpallëm librin Kur'anin, në të cilin libër gjendet krenaria juaj. Pra, Allahu thot, jo kemi zbrit një libër madhështor, një libër shumë qartë, një libër që qartëson gjithë shka që keni nevojë ju. Ky libër ka për qenë fama juaj, krenaria juaj, lavdia juaj, nëse ju ja jepni hakun. Andaj, detyra juve është që t'i besoni gjithë shka që gjendet në Kur'an si të vërtet pa diskutueshme. Ti zbatoni urnat e Allahut, ti largoheni nga ndalesat e shkrume në Kur'an dhe ti runi kufit e Allahut azza wa jall, gjithçka që Allahu azza wa jall na ka përshkruar. Kështu do t'ju rritet juve prestigji, do t'ju rritet nderimi, do t'ju rritet emri, rëndësia juaj ndër popoj. Afala taqilun. A nuk kuptoni bre? A nuk arrini ta dalloni atë që është e vlefshme, e dobishme dhe që ju shpoton prej çdo të keqe likësie? A nuk doni që ky Kur'an t'jetë lavdia juaj në këtë botë dynja dhe lavdia juaj në ahiret? Nëse do të kishit logjik e të kuptoni, kishni me ndjek e fela taqilun, pra kishni me ndjek udhën e duhur. Nëse ende nuk e keni ndjek, atëherë ju nuk po gjykoni drejt. Ta keni parasysh se nëse kështu veproni, atëherë vetës ja keni dasht rrugën e poshtrimit, nënçmimit, dëshpërimit. E dëshpërimi ju do t'jetë i përhershëm dynja dhe i përhershëm në ahiret. Ky ajet është pasqyrues e asaj që ndodh në realitet, e në realitetin tonë. Besimtarët e këtij pejgamberi që jetuan sipas Kur'anit. Allahu i madhruar i lartësoi, sahabët i lartësoi, brezët e afërt me ta i lartësoi, Zoti Gjelle Gjelalu i lartësoi edhe ata, dhe Allahu azza wa jall i lavdroi në këtë botë në dynja, dhe do të kujtohen gjithmonë për madhështinë e tyre gjatë gjithë historisë. Çdo kush i njeh sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nga ana tjetër, dihet se çfarë ndodh me ata që nuk jetuan sipas Kur'anit dhe nuk përfituan nga hidajeti, udhëzimi i Kur'anit. Çka mbeti për ta? Mbeti urrëtia, nënçmimi, harresa dhe dëshpërimi. Atëherë nuk ka rrugë tjetër për të arritur lumturinë në dynja e ahiret veç asaj të Kur'anit. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.